Amma ba'd, falënderimet dhe ladhrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe salamat I dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall alaykum salam qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e fundit tek cikli I ligjëratave komentimi tematik I surës At-Takathur. Mbetemi me shpresën e Allahut Azza wa Jall që ta përfundojmë këtë cikël sonte, do thotë e pastaj për të kaluar në një ligjërat tjetër të përzgjedhur nga Kurani famlar, libri I Allahut Azza wa Jall, pra për ta përzgjedhur një sure tjetër të Kuranit dhe për ta trajtuar atë sure në formën që I kemi trajtuar dhe surat të cilat I kemi përfunduar me ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Tematika e radhës që ka të bëjë me këtë sure është tematika dëmet e dhënjes përparësi dunjas para ahiretit, dobit e dhënjes përparësi të ahiretit karshi dunjas. Pastaj meselja e fundit është shkaqet e hyrjes në xhenet dhe në xhehenem dhe shkaqet që na mbojnë nga hyrjet në xhehenem. Konkretisht kemi të bëjmë me ajetet ku Allahu Azza wa Jalla thënë në këtë sure: "La tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin." Pra keni me pa xhehenemin me sy të juaj, e pastaj keni me pa me sy të vërtetës, do thotë që më nuk ka kthim mbrapa, dhe keni me kuptu, do thotë të gjithë ju që Allahu e ka begatu që mos me hyjë në xhehenem, se sa të begatuar jeni, edhe ata që kanë me hyjë në xhehenem se sa të nënshmuar jeni. Pra keni me pa xhehenemin, po dikush ka më mbrojt nga Allahu Azza wa Jall dhe ka me pa vetëm kalimthi e pastaj es për xhenet, e dikush ka me pa xhehenemin edhe ka me hyrë të Allahi na ruajt. Për arsye, dietarët në kuadër të këtyre ajeteve, do thotë kanë trajtuar dy çështje esenciale. E para që dohen dy grupe, dëmet e dhënjes së dunjas përparësi karshi ahiretit dhe dobit e dhënjes përparësi, do thotë ahiretit karshi dunjas, e pastaj edhe për çështjen e xhehenemit, se çka na bën neve më shumë me hyrë në xhehenem, edhe çka na ruan neve dhe çka na mbron nga zjarmi I xhehenemit. Normalisht që të gjithë janë të vetëdijshëm njerëzit, po koha është e tillë apo edhe dunjaja është e natyrshme e tillë, natyra e saj është në këtë formë që shumica e njerëzve me josh ka ajo. Dhe kjo joshje disa I qoron në tërësi, do thotë I verbron karshi saj, dhe ky verbim I bën që ma harru ahiretin edhe Zotin xhallahu ala. Disa prej tyre vetëm u azbe shikimin që mos mi pa gjëna si duhet, e disa prej tyre vetëm se I ngasmon ko pas kohe. Andaj njerëzit në përgjithësi janë vetëdijshëm që kjo dunjë është kalimtare dhe është e përkohshme, dhe muslimani është I mëshëm dhe është shqyqyel që nuk I jep përparësi asaj që është e përkohshme për asaj që është e përhershme, nuk I jep përparësi dunjas dhe të karshi ahiretit. Dietarët më konkretisht për të treguar se sa keq është me I dhon përparësi dunjas para ahiretit, kanë cek shkaqe apo kanë cek dëme të cilat I përjeton njeriu këtë botë edhe botën tjetër nëse I jep përparësi kësaj bote para botës tjetër. E para prej tyre është harresa e qëllimit të krijimit. Njerëzit që vrapojnë, garojnë apo shqythojnë tetovarët ngarejnë për këtë botë, më domos këta njerëz do thotë kanë me bëjë që me kalimin e kohës me SB edhe me harru qëllimin final të ardhjes së ty në këtë dunjë. Dhe na e dimi që fillimi apo qëllimi final I ardhjes tonë këtë dunjë është formula të cilën e ka thënë Allahu në Kur'an dhe ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar njerëzit dhe xhinet përveç se të më adhurojnë mua. Dhe normalisht ai I cili I jep përparësi pra dunjas karshi ahiretit, me domos ka melon anash ahiretin dhe me domos ka me dëmtu veten e vet. E dyta është kush I jep përparësi dunjas karshi ahiretit, zemra ati ka me umbush me lakmi, dhe ky njeri nuk ka me ungop as një herë. Kështu e ka përshua dhe në hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se biri Ademit sikurse mia pazon një luginari kish me kërku tjetër, dhe normalisht nuk ka mundësi me ungop biri Ademit apo goja apo barku I tij, vetëse do thotë ku vjen koha me hedh, do thotë dhe mbi të. Gjithashtu në hadithe tjera alayhi salatu wasallam ka thonë: "Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham." U shkatrof robi I dinarit, I dirhemit, I këmishës, I kadifës edhe kështu më radhë. Pse? In utia radhi wa illa yuta sakhita. Ky njeri nëse Allahu jep duket se është I kënaqur,
Nëse Allahu ja ndal, do thot rrezikun apo ja pakson apo sprovon, ky njeri çohet pesh. Kështu është natyra e njerëzve në përgjithësi, natyrë të cilën Allahu Azza wa Jall e ka përshkruar edhe në Kur'an në surën Fajr, ku tha Zoti xhelalu ala: "Amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Tha Allahu, natyra e njeriut është që Allahu Azza wa Jall kur jep mirësi, begati, ai në farforme i çon krat. Edhe thot se Zoti jam më ka nderuar. E nëse Allahu Azza wa Jall e sprovon edhe faqadara alayhi rizqa, ja shtrengon rrugët e rrezikut, fa yaqulu rabbi ahanan, ky njeri thot se Allahu Azza wa Jall më ka nëshmu. Pra mbushet zemra ati me lakmi, edhe kjo zemër pastaj më nuk ka termometër stabil. Termometri i cili ja bën ati me kuptu se kur duhet me qenë i kënaqur. Ja bën me kuptu që edhe çdo që të ka dhënë Zoti, nëse është duket në sytë e tu pak, kjo është e mjaftueshme për ty. Se kaç ki nevojë për këtë situatë, për këtë gjendje, kaç ki nevojë për këtë kohë. Nga se me dhoma shumë dëmton ty kjo punë. Por njeriu kur nuk e ka busullën rregull, termometrin në rregull, pastaj normalisht nuk din me i perceptuas begatit drejt, do thot begatit e Allahut Azza wa Jall, e pastaj fillon me bëhej gara edhe me vetveten, edhe me nënshmu edhe vetveten dhe mos sjell jo mirë me Allahun Azza wa Jall. Kur Allahu i jep me bollok, ai krekohet e thotë se Zoti më ka dhënë shumë. Kur Allahu Azza wa Jall pak sprovon se për çat kohë çfarë duhet atij, ai thotë se Allahu më ka nënshmu, Allahi na rujt. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu Azza wa Jall atij që e ka dunjan synim kryesor, ja servit punë, edhe normalisht ja vendos varfrinë në zemër edhe në sy. Ndërsa kush e ka gojë ahiretin, Allahu Azza wa Jall ja bën që zemra e tij me qenë e pasur, edhe sytë e tij me u kënaq me pak, edhe dunjaja i vjen duke qenë raghime, i vjen përmas duke qenë e nënshtruar, dhe normalisht to e përjetojmë edhe ne gjatë jetës së përditshme, e përjetojmë edhe ne në përgjithësi. Do thotë kanë herë kur jemi dop me iman, edhe kanë herë kur jemi me iman më ndryshe apo më fort, e vrem që atëherë kur si andojmë veshin shumë dunjas edhe biznisit, që atëherë dunjaja vjen edhe në nështrohet edhe i vjen e nënçmume, atëherë kur fillojmë me i përvjel kratë edhe me vrapru pasaj, kuptohet duke anashkalu ahiretin, e shohim që mundohemi me zonë shumë prej dunjas, mirë por nuk nxojmë jashtë asaj që e ka saktuar Allahu Azza wa Jall. E treta është dobësimi i imanit, besimit dhe dobësimi i përkushtimit fetar. Dunjaja është e tillë, do thotë që është e gjonë në atë kuptimin e fjalës, ka shi komoditeteve edhe lukseve të përditshme. Edhe kushdo me i rëndit komoditetet edhe lukset, me domos duhet me lënë anash diçka nga përkushtimi fetar dhe nga dobësimi i imanit. Ju vetë vreni jetën e përditshme, nëse të kalon për shembull 2 ditë, 3 ditë pa fal namaz me xhamat për shkak smundjes, për shkak udhëtimit apo për shkak problemeve, e vren që imani fillon me lëviz. E vren që atë përkushtim fetar nuk e ki më në rregull, vetë njëri e vren. Me kalimin e kohës, nëse pastaj kthehesh në përditshmëri, kthehesh në tushmërinë që e ke pas më herët, do thotë e vren që përkushtimi fetar është joti më i fuqishëm, edhe imani do thotë ka lëviz. Allahu Azza wa Jalla ka thënë: "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Ai cili e ka synim dunjon, tha Allahu Azza wa Jalla, edhe bukuritë e saj, na kena me ja mundësu ati që me ja arrit këto punë dunjas, punë të dunjas, mirë po botën tjetër nuk ka me pas ai kur gjo, dhe normal nuk ka me pas hise prej të mireve të Allahut Azza wa Jalla, dhe vendqëndrimi i tij është jarmi i xhenemit. Gjithashtu ai cili e përparësi dunjas ka ahiretit, dietarët kanë thonë që shumicën e rasteve ky njeri llogaritet khasir, do thotë e ka shti veten në vend në rangun atyre që janë të humbur, që Allahu i ka cek në surën El Asr, që është betuar që njeriu është i humbur në përgjithësi. Pse? Për shkak se ky njeri shumicën e rasteve e humb kohën në gjëra të kota. Normalisht gjërat e kota o fjala kur njeriu kërkon pasuri jashtë asaj që është normale, jashtë asaj që i nevojitet. Përpara shumica të parëve tonë e kanë pas synim që nëse kanë arrit ora 10 mëngjes me siguru ushimin për sot edhe për nesër, ata janë mjaftu. Normal, ka qenë pak edhe koha e tillë, në atë kohë nuk kanë qenë harxhimet, sikur se qenë kohën e sotit. Dhe ata kanë qenë shumë larg dunjas, edhe pse ka pas përditje që i ka hez biznesin.
Do të ka siguruar ushqime për sot edhe për nesër, pastaj pas sigurimit të ushqimit më njëherë ka filluar me ju rrek ahiretit edhe me bë do thot ibadet edhe adhurim. Andaj shumicën e rasteve njerëzit të cilët hutohen karshi kësaj dunjaje edhe e harrojnë ahiretin, e humbin kohën në gjëra të kota, në supozime, në takime të ndryshme, edhe janë gjendje me bë pagesa marramendse të njerëzve të cilët quhen vipa, në thojse në kohën e sotit, se si kinse me shfryzu kohën, që shme bë biznismeni suksesshëm, çka lloj trajnimi bëhet. Në kohën e sotit e paguan trajnime të ndryshme që shme bë biznismeni suksesshëm. E thot Chelsea është i qartë, me utut Zotit, me përvjel krat, edhe me urrit haramit, 3 kushte. Thot s'ka mu, do thot trajnime të cilat i përdojnë sot njerëzit, por kalimi i kohës në trajnime të tilla shpesh është i kohët dhe normalisht me kalimin e kohës e vren njeriu që ndoshta ka gabuar që ka humb kohën. Për atë arsye ka paralajmëruar për një gjë të tillë pejgamberi sa më ka thonë, ni'matani maghbunun fiha kathirun min an-nas. Dy gjëra shumica e njerëzve nuk ja din kimetin dhe i humbin kot. E para prej tyre është as-sihhatu wal faragh, shëndeti edhe koha e lirë. Gjithashtu prej dëmeve është zemrimi i Allahut azza wa jall dhe dënimi në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala ka më u hidhuru, do thot me njerëz të cilët i japin përparësi asaj që është e përkohshme, kashë asaj që është e përhershme. Dhe normalisht hidhrohet Allahu azza wa jall me këta njerëz dhe çuditë se si është e mundur Allahu me kriju logjikën njerëzore në këtë formë, edhe kjo logjik mos me qenë stabile, edhe në gjendje me i krahasu dy gjëra. Por, çuç ka thonë edhe Omeri, nëse dunjaja do thotë të afrohet me shpejtësi, dijeni se ahireti largohet me shpejtësi. Andaj zgjidh ato që është e përhershme, ajo ato që është e përkohshme, thot Aliu radhiyallahu an. Dhe sahabët në përgjithësi e kanë ditë që aq më shumë që i kushtojnë mundi, djers, aq më shumë që i kushtojnë kohë, aq më shumë që lodhen për këtë botë, me do mos, do thot ky përkushtim ka më bëu ata që mos më avon hakun ahiretit edhe botës tjetër. Ajo që është më rrezikshme për ata që japin përparësi dunjas vazhdimisht karshi ahiretit është se humbin bereqetin në jetë ose humbin edhe në fund. Allah na ruaj begatinë e udhëzimit. Do thot këmbejnë diçka që është madhore. Realisht Allahu azza wajal na ka treguar dhe na ka thonë në formë urdhërore: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O të cilët keni besuar Allahu azza wajal, friksoni Allahut me frikë respekt që Allahu meriton me ju friksu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos mendoni me vdekje ndryshe pas duke qenë musliman. Andaj servohet dunjaja me lloj komoditeti, me lloj çmimi. Normalisht ekziston rreziku i devimit për secilin prej neve, Allah na ruaj. Por kur e kuptojmë drejt begatinë e udhëzimit, kur e kuptojmë që ky udhëzim nuk ka çmim, nuk është se është pi mundit ton, nuk është që e meritojmë na, nuk është që na jena sebeb kryesor që na udhëzu, por Allahu ka dorë na udhëzu, edhe kur e kuptojmë që kjo nuk blehet me çmim, atë çfarë do çmimi që na servohet me u dobësuar fe, edhe me ndru këtë begati normalisht nuk e ndrojmë kur atëherë do thot kur e kuptojmë se kjo botë është e përkohshme dhe bota tjetër do thot është e përhershme. Hafidh ibn Jauzi, Allah e mëshiroft, e ka thonë një fjalë të mirë, ka thonë: "Kana salihuna yafiruna min ad-dunya ila Allah, wal an al-firaru min Allah ila ad-dunya." Allah na ruaj. Sukur se mu paskon Hafidh ibn Jauzi këtë kohë, thot para ton për para, njerëz të mirë. Ki nuk po e shtin veten në ata njerëz të mirë. Po thot kanë salihun. Kanë qenë njerëz të mirë ata të cilët kanë ikë pi dunjas drejt Allahut azza wa jall. Thot sot për fat keq, e themi me keq ardhje, njerëzit ikin nga Allahu për të shkuar te dunjaja, Zoti na ruaj. Çështja e radhës është dobitë e dhënjes përparësi të ahiretit karshi dunjas. Normalisht për të na josh, për të na bëma syqel, ulemaja kanë cek edhe dobi karshi dëmëve, do thot dobi çka fiton ai i cili jep përparësi ahiretit karshi dunjas. E para është e fiton kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Argumente plot, tha Allahu azza wa jall në surën Isra: "Man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu harth ad-dunya nutihi minha, wa ma lahu fi al-akhirati min nasib." Ai i cili dëshiron me pas me bollok në ahiretin e tij, në arën që mbjell në botën tjetër, nazid lahu fi harthihi. Kena babota atilla ato që me shtu dozën e mirësive, dozën e begative tek vendbjellja e tij e ahiretit. O men kana yuridu harth ad-dunya, kush dëshiron këtë dunjë me miell, edhe jo për ahiret,
nutihi minha, edhe ati kina mja dhon, wa ma lahu fil akhirati min nasib, ama ditën e gjykimit s'ka mja kit ai që me marrë diçka nga begati dhe mirësitë e Allahut azza wa xal. E dyta është siguron, do thot, lumturinë e përhershme, ai i cili do thot vrapon pas ahiretit, e haron dunjon, e siguron ajo që është e përhershme. Nga se kjo dunja është mashtrim, dëfrim, është lojë, edhe është mashtrim i kot. Tha Allahu azza wa xal, "O mel hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Dunja nuk është gjë tjetër o ju njerëz, vetëm një mashtrim afashkurt i caktuar. Do të mashtrohen njerëzit, joshën njerëzit, mirë po edhe ky mashtrim nuk është se u zgjat atyre shumë. Ata e kuptojmë ndoshta, por kuptimi i tyre mund të jetë vonë. E treta është rrugja nga shkatrimi shpirtëror dhe moral. Dunjaja është e tillë që njeriu e zhvesh shpeshherë edhe nga morali i shikimit, morali i veprimit, morali i të folurit, morali i besimit. Na kemi thonë shpeshherë, dhe këto e ka thonë ulemaja para neve, të parë thonë që morali dhe besimi shkojnë paralel. Jo sikurse dy krahët e zogjve. Nëse njëri krah nuk bon, çalon ose është i pamundur fluturimi, pra duhet me shku të dyja paralel. Nëse ki problem në besim, dhe që ki problem moral. Nëse ki problem në moral, nuk është e mundur me pas, do thot besimin e pastër edhe besimin e shëndosh. Andaj kush i e përparësi ahiretit, e bën që ta ruaj moralin e tij. E bën që sa herë që vjen puna apo kontratë biznesi, e këshyr se kjo kontratë, ky nënshkrim, ky parim, kjo marrëveshje, a hidhron Zotin xhelavala? A është Allahu i kënaqur me të? A është Allahu ai i cili do thot kam mbegatu në këtë nënshkrim apo në këtë kontratë që jam duke e bu? E katërta është e forcon durimin. Normalisht jo gjithkush i rrin karshi, se kemi drejt me thonë, apo i rrin përballë stuhive të kësaj bote, i rrin përballë bukurive të kësaj bote. Jo shemi, jemi njerëz lakmojnë, i kemi rrethanat e tilla, kemi shoqërinë e tillë, dhe normalisht lakmia për të mos e prek atë që është e dyshim apo që është haram, do thot është tek të gjithë prezant. Po kush është ai i cili pas besimit e bën njeriu që mos më prek aty kush që është e dyshim, o sabri durimi. Andaj kur e bën me njeriu që dikush i pas ka të mirët më shumë në shtëpi se ti, e llogarit njeriu kjo dunjë është e shkurt. E llogarit njeriu se Aisha radhiyallahu anha kur i kanë thonë gratë e tjera, çu është e mundur ti grua e pejgamberit me pas dhomën 1.70 për shembull, kushtimisht me 2.20, Aisha u çon koma dhe ka vendos dorën. S'po prek tavani. Ka rënë sejdë, s'po prek, do thot ka hapësirë ku më bëj sejdë. Thot çikash më duhet këtë dunjë mua. Kaç? Pse bëj durim për atë që është më e madhe se kjo, ahireti. Ai nuk ka skej. Do thot ajo që ta cakton Allahu azza wa jalla se je fitimtar. A ke dunjë ku më gjithë sa më pas gat. Pasha Zotin e madh e ke dëmtuar ahiretin, do thot ajo ka më të ngushtu, do thot edhe s'ke më pas ku më qit komën e le më me shtri trupin tënd. Gjithashtu ai i cili je përparësi ahiretit ka shi dunjas e fiton ndihmën e Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala është në ndihmën atyre që sakrifikojnë për Allah. Dhe Allahu te ka garantuar shumë vende në Kur'an. Për shembull ka thënë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Ata të cilët përpjeken, sakrifikojnë, luftojnë për hir tonin, për hir të Allahut azza wa jall, për hir fytyrës së tij në rrugën e Zotit, lanahdiyannahum subulana. Ata kena me qit në dritë, atyve kena me ndihmu, dhe Allahu është me ata se ata janë bamirës. Gjithashtu, personi i cili i jep përparësi ahiretit para dunjas, Allahu azza wa jall i garanton përfundim, do thot të mirë. Edhe e fundit është Zoti xhallahu ala ka me shpërblime të mira. E shpërblimi më i mirë është ai për të cilin tha Allahu wa hasuna ulaika rafiqa. Sa shoqëni e mirë është kjo që Allahu i dha atyre që i dhan përparësi ahiretit ka dunjas. Cila është ajo shoqëni? Me an-nabiyyin, pejgambert, wa siddiqin, njerëz të drejtë, wa shuhada, dëshmorët, wa salihin, dhe njerëz të mirë. Wa hasuna ulaika rafiqa. E çka shoqëni është shoqënia ideale. Dhalika al-fadlu min Allah. E Allah thot kjo është mirësia dhe begatia e Allahut azza wa jall. Dhe meselja e fundit është Allahu tha la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Keni me pa xhehenemin edhe ato keni me pa me sytë e juve, s'ka mashtrim, çdo gjë është reale, edhe keni me pa që ai i cili është i shkruar për të hyrë në xhehenem ka me qenë i shkatruar, dhe ai i cili
ka me qenë fatlum, ka me kalu karshi xhenemit, ka me pa më së vet, mirë po ka me qenë i mbrojtur nga Allahu azza dhe atëherë e kupton se sa i begatuar është nga Zoti xhelewala. Ka shkaqe që e bën njeriu me një xhenem. I pari prej tyre normalisht është shirku dhe kufri. Njerëzit sot, sidomos ata që janë rrit kohën e komunizmit, kanë një herë unë për vetë çuditna se ndoshta normalisht jo mjell to ideologji, si ka mos njëri që 40 me falë dhe thotë që filani që është jehudi ka me një xhenet se des kështu, ai i cili është krishter se ka dhënë parë, ka dhënë kështu. Kjo është rregull, nuk e kam caktuar unë, ka caktuar Allahu azza wa jall. Dhe Zoti që i cakton rregullat nuk ka më ndryshim. Ka thonë Ali sallallahu alaihi wasallam nuk bën vaki me dëgju për mua jehudia, çifuti kështu më radh. Edhe nëse nuk beson pasi e dëgjon ke shpallje e që për to mos e xhenemi. E dyta, Allahu tha inna man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Ai cili i bën shirk Allahu azza wa jall, Allah e ka bë haram xhenetin. Veçanimi ti ozor me xhenemet. Kjo është rregull. I ka thonë Zoti pejgamberi la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Nëse i bën shirk Allahu azza wa jall, kemi shkatru punë të duat mira, edhe dy në gjykimit keme qenë, thot i fundosur edhe i humbur. I dyti është hipokrizia apo nifaki. Këto është për qëllim nifaku në besim. Innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar. Ma të vërtet munafiqët janë në shkallën më të ulët të xhenemit. Gjithashtu prej çështjeve është edhe refuzimi i sunetit, pasi që të bëhet ky sunet i qartë. Këtu normalisht duhet me pas rahmet ndaj ignorantëve të cilët nuk e kuptojnë drejt këtë punë, nga se mos kuptimi i tyre dhe insistimi jon për t'i bërë ata ta kuptojnë atë, insistim po flas ndoshta jo me dhun po me intensitet madh, mund t'i bërë ata që ta mohojnë ato krejt. A mohimi i krejt është rrezik. Për ta syja Allahu tha: "O men yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah na ruaj. Ai i cili ja kthen shpindën sunetit pejgamberit alayhis salam dhe ju është bërë qartë normalisht ky sunet edhe pason rrugë jashtë rrugës të parëve ton. Kush janë ata rruga të parëve sahabët? Salafus salih. Tha Allahu azza wajal na kena malon ato shka ka zgjedh. Po do me jetu në bidat, në risi, po do me jetu rrugë devijume, në wellihi ma të wella. Kena melon, që të do me ra, s'ka dhun fe. O nuslihi jahannam. Ama ku djen koha, me i qërua sa për xhenem ka ma pas vendin. O sa'at masira, sa përfundimi keq është xhenemi. Gjithashtu tallja me fenë e Zotit xhelal ajetet, hadithet apo çështjet e fesë. Sidomos sot mediat bojnë hajgare edhe njerëzit të cilët intervistuan jo njerëz xahile dhe ignoranta. Për atë arsye Allahu tha ebillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ama Allahu azza wa jall, ama argumentet e Zotit ajetet e tij, ama pejgamberi Allahu po bën hajgare, mos u arsyetoni se keni bë kufër pasi që ishet më herët musliman. Gjithashtu prej atyre që janë të përhapne që janë shkak me xhenem është gërnja e pasurisë së jetimit. Sot njerëzit, disa prej tyre apo dikush prej tyre e ke shpërdor punën e jetimit, apo mundet me manipulu me pronën edhe me pasurinë e jetimit. Allahu tha innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ata të cilët në surën Nisa tha Allahu e hajnë pasurinë e jetimit pa të drejtë. Ata kanë fut në zjarr në barkun e tyre edhe kanë më u taku me xhenemin nesër. Edhe fundi se ka shumë është mosdhënia e zakatit. Shpeshherë njerëzit do thotë diskutojnë për punën e zakatit. Unë e di që zakatet e na ndoshta se kemi atë kaçik me pas dikush kategorinë e zakatit 24 karat për të bëu obligim zakati me gram që janë caktuar. Mirë, po për ta heq përgjithsinë edhe për të kazuar qerve që na i rrim gati kësaj pune, edhe nëse se kom 24 karat altanin apo arin, unë ja prap zakat se kumroj për shembull gramt, edhe pse kanë këtë vlerë, është që mi tregu që nuk ka hajgara me 5 kushtet e Islamit, sidomos me punën e zakatit. A ka njerëz që bojnë hile shar'ie apo bojnë vepra të cilat i bojnë ata që me largu obligueshmërinë e dhënies së zakatit, nga më të ndryshme që zakonisht përhapen te njerëzit. Allahu për ta ka thonë والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ata të cilët të bojnë ari dhe argjend edhe nuk e japin zakatin e tyre, fabashirhum bi'adhabin alim, për këtë ata me një dënim të dhëmshëm. Kush është dënimi i dhëmshëm? Hyra në xhenem. Edhe meselja e fundit është shkaqet që e mbron njeriu nga xhenemi. Pra xhenemi është krijesa e Allahut azza wa jall, është krijesë gjigante, ekziston ka hamotshëm, është i krijuar, nuk të zhduket
Dhe do të hyjnë të gjithë ata që do thotë nuk janë nënshtruar argumenteve të Allahut Azza wa Jall. Elementi kryesor edhe i parë që e mbron njeriu nga hyrja në xhenem është vdekja me iman, besim edhe pa shirk. Allahu ka premtuar që këta njerëz edhe nëse hyjnë në xhenem për shkak të disa gjunave, prap do thotë kanë me pas garant që kanë me dal nga xhenemi. Allahu na vë prej të tillëve. Gjithashtu pendimi i sinqert të mbron nga zormi i xhenemit. Çka nuk kupton shkaku i dytë? Nuk kupton që nuk ka kusht me shpëtu nga zormi i xhenemit, mos me qenë gjunashar. Po pas ka mundësi edhe gjunashari mos me hinë në xhenem. E dyta, nuk ka kusht me hinë në xhenet pa gjunohe, po edhe gjunashari po i ka në xhenet. Dhe kjo është rahmet, edhe përgëzim i madh dhe mëshirë e madhe nga Allahu Azza wa Jall. Për të arsye tha pejgamberi at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Ai cili pendohet nga gjunahi, mëkati ose sigurisht mos me pas bom gjuna fare hiç. E ke bo haramin, ka zgjallë periudhë caktuar thojza, e ke shiu ndoshta mirë, po kur i pendu sinqerisht, o Allah më fal, edhe e ke përjetu këtë falet Allahut Azza wa Jall, o sigurisht mos me pas preka gjuna, as mos pas shiu hiç. Kjo është prej bukurive të fesë Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu agjërimi është sebeb që Allahu Azza wa Jall më ndron nga zormi i xhenemit edhe sadakaja. Për ta thënë pejgamberi as-sawmu junna. Agjërimi është mburoj nga zormi i xhenemit, yustajanu bihi al-abdu min nari jahannam. Për mes agjërimit robi mbrohet nga zormi i xhenemit. Ose sadakaja, ittaqun nara walau bi shaqqi tamr. Tutuni apo ruhuni nga zormi i xhenemit, qoftë edhe me një gjysmë hurme. Gjithashtu prej gjërave që njeriu do të mbrohet nga zjarmi i xhenemit është edhe dërgimi i salavateve për pejgamberin alayhis salam. Allahu ka garantuar që ai i cili e pason të dërguarin e tij dhe ai i cili e ndjek sunetin e tij ka më qenë i mbrojtur nga zjarmi i xhenemit. Thot Abdullah ibn Mas'udi, kush e do ahiretin me do mos ka më lund diçka mangu nga dunjaja. Kush e do dunjan e bën që ta dëmtoj ahiretin e tij. O ju njerëz, lëni mangët atë që është e përkohshme për atë që është e përhershme. Nëse thot Sufjan e Thauri, kush e do dunjan, në zemrën e tij më nuk ka vend ahireti. Tërsa kush e don për një ahiretin, në zemrën e tij nuk ka vend dashuria për dunjë. Subhanallahu, në këtë dunjë ngruja për një burr, po flas se don sinqerisht, thot zemra ime nuk njeh tjetër krijes, o fjala ka na burrit që don më shumë se sa burri. Do thot nuk ka vend zemra ime për çetër burr. E dyta, burri thot gruas, nuk ka vend ke zemër dashuri për gru tjetër përveçse për teje, për ty. Do thot për një diçka që ka mundësi nesër vdes. Për një diçka që ka mundësi nesër ta humb respektin. Për një diçka që ka mundësi nesër dash prej saj. Se dina aki për do thot periudhë gjatë apo të shkurt, je në gjendje që zemra mberojt që mos më pas dashuri tjera. E çka mbetet për ahiretin. Andaj kur na japim shumë përparësi dunjas, e shohim që ahiretin më nuk ka vend në zemrat tona. Edhe vështirë ka me dëpërtu. Kur na japim përparësi ahiretit, shpesh e vrem që sa që na servohen të mira dhe të bukuritë e kësaj bote, ose bëhemi kurse kinse s'po na interesojnë, ose bëhemi që po edhe pa to, po nuk është keq me i pas edhe ato. E lutem Allahun azza që të kemi dhënë hakun trajtimit të kësaj surës e Tekathur. Kemi thënë që surja në dukje është sure e shkurtër, por që të rregjë vërejtjen, të rregjë vëmendjen, e bën muslimanin që të jetë mas syqel, e bën muslimanin që kur çohet pesh njeriu, është mirë nganjëherë me kujtu vdekjen, është mirë me kujtu, do thot botën tjetër, është mirë me i vizdu varrezat që me abu me dije nefsit që është e gërsu, zemrës që është ngurcu që o nefs, o i zemër, sa të që je ngurcu, sa të që je e gërsu, ka marrë një vdekje edhe kam i ti këput këto lezete dhe këto bukurit të kësaj bote. Dhe në takimin e arshëm, Allah është përble për prezencë, a jedi mas miri, walhamdulillahi rabbil alamin.